Përshëndetje për gjithë dhe mirë se erdhët në klinikën dhe këtu në DTV Media. Sonde do të flasim për një temë që realisht na prek të gjithëve, sidomos gjatë këtij muaji, ushqyeshmëria gjatë Ramazanit. Se si ushqemi realisht ne si popull, çka duhet konsumojmë më shumë në iftar, çka më shumë në syfer, a teprojmë ndonjëherë me organizmin tonë në ca teprica në sofër, këto dhe shumë të tjera sonte do të kuptojmë nga nutricionisti, njëherë trajner fitnesi, Nderem Rexhepi. Nderem, mirëmbrëma dhe faleminderit që je sonte këtu me ne. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Nderem, fillimisht para se me kalu në temë, kisha dashur me ditë çfarë mendoni ne si popull si ushqehemi. Fillimisht po du me shfrytëzoj rastin që krejt popullet Kosovës më uru fillimin e muajit shetë Ramazanit, shpresoj na xherim sa më të lehtë, sa më të këndshëm. Për sa i përket si popullit, ushqimi jon si popullat si ushqehemi, nuk është shumë ndoshta për mu lavdu, për shkak se nëse kthehemi edhe vetëm ja bëjmë një analizë, ushqimet tona tradicionale, janë ushqime të cilat janë kryesisht shumë të ndryshme, kanë shumë brum, merr shembull flin, merr shembull pite të ndryshme që bën, janë ushqime shumë të ndryshme tradicionalisht, domethënë basojnë tradicionalisht me ushqime shumë të ndryshme dhe me karbohidrate të thjeshta shumë. Andaj edhe sot nëse shohim bizneset nëse dalim me shohim në restorane apo në fast food, shohim se popullata ka shumë tendencë të ushqyerit gabim. Domethënë me ushqime që nuk janë të shëndetshme dhe kuptohet se ka hapësirë për përmirësim shumë. Pasi veç që jemi në muajin e Ramazanit, si duhet të jetë ushqyeshmëria në Ramazan? Ushqyeshmëria duhet me përmbajt më shumë? Në kontradiktë nga ajo që mendohet që në Ramazan duhet të hahet ose më shumë ose më pak, ushqyeshmëria në Ramazan duhet të jetë njëjtë sikur jashtë Ramazanit. Vetëm diferenca është diferenca kohore. Pse? Kur fillon syfyri, domethënë që nga koha e syfyrit deri në kohën e iftarit, tash iftari bëhet në ora 5:30, 5:40. Pra edhe orat e agjerimit janë më të pakta, edhe pej 5:30, 5:40 kur fillon koha e iftarit deri në syfyr, janë pajgi disa orë që mund të ndahet racioni ushqimit në 3-4 racione. Pra, domethënë gjithmonë iftari duhet të fillohet më lehtë, pastaj pas një ore pauzë të mirët një pjatë ose një shujt pak ma e rana ashtu, mandej të ndahet në disa racione se syfyri të jetë pak më i lehtë. Cilat janë gabimet më të shpeshta që i bojmë në iftar? Gabimet më të mëdha, edhe ndoshta kisha veçuar gabimet më të që bëjmë në iftar, është që momentin që bëhet iftari, ndoshta pa pi ujë si duhet ose ndoshta pa marrë një llokum si duhet, fillojnë me ner pjatën kryesore, edhe traumatizojnë luktin duke stërmbush luktin në ushqim dhe mandej fillojnë disa probleme, disa simptoma që besoj që shumë e përjetojnë, është fillon një mëlisje, një lodhje. Tash pse ndodh kjo? Kjo ndodh për shkak se gjaku nga truri shkon në lukt me qëllim që lukti ta tret sa më shpejt këtë ushqimin që ka konsumuar shpejt. Trundi mbetet pa gjak, edhe mandej fillon çaj lodhje për disa minuta, mas ne kuptohet se rikuperohet edhe kthjellët. Propri gabim më të mëdha është mbi ngarkesa në minutat e parë. Çka duhet të bëhet në këtë rastim për përmirësu këtë gabim, është për fillim të fillohet lehtë. Çka kuptohet lehtë? Një gotë ujë të mirët, 2-3 hurme me qëllim që mu kthy sheqerin në gjak, mu rrit, pasi që ka humbit pothuajse të re. Mandej pas një gotë ujë të pijet, një supë të pijet, dhe pijet ujë ende më shumë me qëllim që lëngjët e humbura ta kthehen në nivel. Mandej pas një ore, kur pushon pak luktin, fillohet në pjatë kryesore, gjithmonë të mos të tepru, të i lën hapësirë edhe shujtat të tjera deri në kohën e syfyrit. Nuk është e preferueshme mënyra se si ne realisht si popull e konsumojmë iftarin, jo vetëm në shtëpi, po edhe në restorane, edhe mysafir kudo që jemi, na iftarin me njëherë fillojmë me ngrënë pasi bëjmë iftar që thot populli me ujë hurme. Po, në fatmirësisht në restorane, kur e përmenden në restoranet e ka një kohë pauzës mes asaj që ujit hurmeve dhe pjatës kryesore. Po, prap nuk është një orë. Jo, nuk është një orë, është më pak, po prap në krahasim me ato që minutën e parë pa pi ujin si duhet, më fillon pjatë kryesore, kisha më thënë që është pak më e butë. E në mes të iftarit edhe syfyrit, përveç këto 2 vakte që janë, a preferohet me u marrë edhe në një vakt tjetër? Gjithsesi 3-4 vakte duhet të jenë gjithçysh. Mes iftarit dhe syfyrit, po mendoj. Mes iftarit dhe syfyrit me qenë 2 vakte është optimale, me qenë 2 vakte, për shkak se si iftarin si syfyrin është gjithmonë ideja që mos me tepru. Domethënë mos mungi komplet. Ke hëngron iftarin pjatën kryesore, prit 1 orë, 2 orë, për ata që falin namazin e taravije, mas namazit taravije mund me qenë me marrë një pjatë pak më të lehtë,
Mandej, mas një ore 2 një shujt pak ma të lehtë, edhe për syfyrin me lënë, edhe me as me përfundu. E çka po nuk kuptoj me shujt pak ma të lehtë? Shujt pak ma të lehtë është që thuhet snack. Në këtë rast snack është për shembull mundet me qenë një konsumimi i arra, fara, badema, këto janë shumë të mira që mund të konsiderohen si një shujt e lehtë, edhe pse kanë kalori, edhe si të mirën në sasi më të madhe, ato kanë yndyrë shumë të shëndetshme, kanë kalori shumë të shëndetshme, po prapë janë kalorike. Shtojnë kilogram. Mirë, po nëse mirët një sasi të caktuar e marrëm shembull pas një ore, 2 ore pas iftarit, nëse mirët si shujt e vogël, është shumë e shëndetshme. Domethënë mundet me qenë ndonjë pemë perimi, mund me qenë sallata të ndryshme, gjithçka mund me qenë shujta pak më të lehta që ndihmojnë në vitamina, minerale, ndihmojnë marrjen e mikronutrientëve të shëndetshëm, por nuk e ngarkojnë duktin. Mas iftarit na e kem traditë popull me konsumu çajin e zi ose çajin e rusit siç njihet. Sa është i preferueshëm që të konsumohet çaji i rusit në këtë rast, pas një dite që ne nuk kemi ngrënë gjithë ditën? Nëse mirët iftari si duhet, konsumohet iftari si duhet, bëhet pijet lëngje sa duhet, mirën domethënë gjitha sa duhet, atëherë nuk është ndonjë problem konsumimi i çajit të rusit, gjithmonë duke e kuptuar të mos tepërohet, sidomos pas kohës së iftarit. Pas kohës së iftarit mund të ndihmu pak me një fjallësi me jep, për shkak se çaji i rusit domethënë dhe me qenë kafeinizum dhe më dhe këfill, andaj nëse nuk tepërohet, nuk ka ndonjë problem për çajin e rusit. Kur po themi nëse nuk tepërohet, ne e masim çajin e rusit, një çaj, 2 çaj, 3 çaja, sa është që kjo teprica? Po nëse konsumon 2 deri në 4 çaja nuk është teprim. Mirë, po nëse pijen 10 çaja është teprim. Domethënë varësisht prej kësaj. Mandej dallon personi me personit. Një person 20 vjeçar, një person 70 vjeçar nuk janë të njëjtë. Nuk janë të njëjtë, një person 12 vjeçar, një person 25 vjeçar nuk janë të njëjtë. Kjo dallon prej moshës, dallon edhe prej gjinisë, dallon prej shumë faktorëve të tjerë dallon. Dallon e pesiljet jetesës. Nëse dikush ndodhet që në ora 5 mëngjesit do të muçuçë me fillu punën, ai atëherë preferohet që pijet e kafenizuara mos të konsumon fare. Për shkak se do të ndikojë negativisht në gjë. Por dikush që ka punën mas dite, edhe ndoshta flan deri në 10-11 para dite, edhe nëse konsumon pas iftarit pak më shumë, nuk ka ndonjë problem se ashtu kështu gjumi ai shkon në shtrat pak më vonë. Përveç iftarit, shujt shumë e rëndësishme është edhe syfyri. Çka duhet me përmbajt një syfyr ideal? Një syfyr ideal duhet të përmbajë sa më shumë karbohidrate komplekse, në këtë rast fibra, si duhet të përmbajë proteina, edhe ndyra të shëndetshme. Dominante duhet të jenë karbohidratet komplekse, mandej e shoqëruar me proteinat. Pse kjo? Gjatë ditës, prej se përfundon syfyri deri në kohën e iftarit, trupi të gjithë glikogjenin që e mirën nga karbohidratet komplekse e deponon në mëqi. Si edhe glukozën në mandej e fut glukozën në gjak me qëllim që të përdoret si energji tëra. Mirë, po gjatë disa orëve zgjerim, glukozeni në mëlçi i cili është deponuar zbrazët. Se glukoza për shkak se organizmi e ka përdorur si karburant për në funksion organizmi. Andaj me qëllim që të mbushën këto depo të glikogenit në mëlçi edhe glukoza mandej të qarkullon në gjak, duhet të ketë sa më shumë fibra, karbohidrate të komplekse. Përveç kësaj, fibrat në këtë rast pjesë karbohidrate komplekse, si edhe ushqimet që kanë proteina, ndihmojnë edhe ndjenjen e ngopës me shty. Gjatë ditës do ta zgjasim ndjenjen e ngopës, do të ndihmojmë më pak të ngopur, më pak të uritur, më shumë të ngopur. Domethënë duhet të përmbajë sa më shumë karbohidrate komplekse, shoqëruar me proteina, si edhe ndyra të shëndetshme. Gjithashtu hidratimi duhet i kushtohet rëndësi. Po, nëse i referohemi ushqime, cilat ushqime përmbajnë më shumë karbohidrate që ata që na ndjekin me qenë sa më të qartë? Buka zezë, në këtë rast buka me miell integral, në përgjithësi ushqimet me miell integral, oriz integral, tërshara është kombinim shumë i mirë. Nëse kombinohet tërshara me qumësht, me kos, me jogurt grek ose të tjera, ajo është një racion i përsosur. Pse? Ka, besojmë nëse është me jogurt grek, ka të karbohidrate komplekse, si edhe ka jogurt grek proteina. Do t'i përmbajë të gjitha, ose përgimi 2 vezëve, 3 vezëve me bukë integrale, gjithë është kombinim perfekt. Vezët janë burimi më i mirë i proteinave, me vlerën biologjike më të lartë në kanë vezët. Mandej karbohidratet, fibrat që mirën në karbohidratet komplekse nga ngrënia e bukës me miell integral, do ta bëjë këtë kombinim perfekt. E pas syfyrit, a preferohet me u pi çaj ose kafe?
Të më thonë, na pedim që syfyri dikon pas orës 3 konsumohet. Jo, për shkak se edhe çaji, në këtë rast çaji i zi, nëse një çaj kamomil, prap nuk e ka atë efekt, do të thonë dallon pe çaj, po nëse në këtë rast është çaj i zi, çaj i rusit, apo kafe, të dyat janë pije kafeinizuara, këto kanë shfos probleme gjatë kohës së xhumit. Për shkak se këto kafeina ka efekt stimulus, ndërsa ty në kohën para xhumit mas paki që të na vitin efektet stimuluese. Përveç kësaj, kafeina edhe këto pije tjera kanë efekt diuretik, që do të thotë se ato e largojnë lënzët nga trupi. Në kohën kur ty ndoshta të vinë më së shumti me mbajt lënzën në trup, për shkak se kanë më të nevojit brenda ditës, brenda disa orësh që kur qosh në mëngjes, me zgjat që më pas sa më shumë lënzën në trup. Dhe jo kundërta me largu. Andaj do që me çdo kusht të shmangën sa më shumë. Disa persona nuk e konsumojnë syfyrin fare, qoftë shkak xhumi ose diçka tjetër. Sa është e dëmshme nëse na lejohet me qujt mos konsumimi i syfyrit në këtë muaj? Nuk do e kisha qujt të dëmshme gjithsesi, nuk e kisha qujt të dëmshme, mirë po e preferueshme me konsumu po. Ne preferueshme konsumu po se kur e din se kia racion syfyrin, mandej nga koha e iftarit që të sa më herët, kemi racionalizu ushqimin në sasi në racione pak më shumë. Kur e din që ke syfyrin, do të thonë edhe pjesën e ushqimit që ke marrë, ka më talën ekstra syfyrin me ngrënë. Dikush për çfarë do arsye, dikush ndoshta pritet më nga zgjumi, ose dikush ndoshta nuk i ha syfyrin shumë, mirë po sado pak, nëse ka mundësi një banane, 2 banane, portakall, ose në pak tërshor, pak jogurt, diçka shumë të lehtë me marr, është shumë e mirë. Mandej edhe hajde ato nuk pihan, po të pak në le të pi ujë. Le të pi ujë sa më shumë le të pi ujë, që le të jetë trupi hidratuar gjatë ditës. Kjo do më thonë shumë e rëndësishme. Nëse dikush nuk mundet më në ora 3, 4, 2, tash varësisht në sapi i bjen syfyrëve, para se me flejt, në ora 11, le të hanë diçka. Le ta kryejnë syfyrën atë kohë. Jo në kohën klasike që është çomi zakonisht, po 2-3 orë më herët kur ka kohën e xhumit, para kohës xhumit, diçka të lehtë që mos më ngarkuj luktin gjatë xhumit, sa ai ka efekte të veta negative, diçka të lehtë sa mos më shku me luks bras, është e preferueshme. E përmende ujin si faktor shumë të rëndësishëm, sa duhet me konsumu ujë mes iftarit dhe syfyrit? Mes iftarit dhe syfyrit do të konsumohet ujë në atë sasi sa një person do të konsumojnë kusht normale jashtë Ramazanit gjatë ditës. Çish më kalkulu kjo? Kalkulimi është i thjeshtë, 30 ml për kilogram të peshës së trupit. Pra, një person që ka 70 kg e kalkulon herët 30 ml që i bën 2100 litra apo 2.1 litra në ditë. Mirë po, këtu varësisht për aktivitet fizik, në edhe 10% peshës trupit, mandej kalkulohet komplet, edhe në qatë sasi që e merë, do të pijet ujë. Prej iftarit në kohë të syfyrit, kjo sasi do të pijet. Po pijet e gazuara dhe lëngjet që përmbajnë sheqerna, sa preferohen në këtë muaj gjithmonë po flasim? Lëngjet që përmbajnë sheqerna, nëse janë lëngje natyrale, që kanë sheqeret origjinal nga frutet dhe jo sheqerat shtum, janë shumë të mira. Kuptohet nëse nuk marrin edhe këto nuk tepërohet. Mandej janë shumë të mira sidomos për kategorinë e sportistëve, nëse kanë pas stërvitet para kohës së iftarit, edhe janë ndërsit kanë humbë elektrolite nga trupi. Këto janë shumë të mira se bëjnë kthimin e elektrolite me një herë në organizëm që është shumë domosdoshme. Mirë, por se për këtë lëngjet e gazume nuk janë të rekomanduar as në kohë të Ramazanit, pas jashtë Ramazanit. Po i përmendim disa efekte negative të lëngjet gazume. Ato ndikojnë në zbrazjen e minerale nga eshtrat, nga organizmi, pra do më thëmë mujnë gradualisht që në osteoporozë. Tjetër është që ato nuk bojnë hidratim, ato bojnë dehidrim të trupit. Lëngjet e gazume janë faktor për më largu lëngjet nga trupi. Ato largojnë ujin nga trupi. Do më thonë, është aja ndjenja rreme, ai mendimi rrem, si jo ndjenja, që duke pi lëngjet gazume peshuj etjen, po i e ka vënd kundërtën komplet. Ato janë stimulus për me largu lëngjet nga trupi, janë një lloj diuretike. Andaj, në asnjë mënyrë nuk i preferojmë. Lëngjet natyrale me sheqer, po, janë shumë të mira, mirë po në gjithmonë let janë sa më natyral, duke i largu me sheqerat shtum. Po sa i përket të ëmbëlsirave, se e kemi si tradit pak, sidomos gjatë muajit Ramazanit, me konsumu ëmbëlsira pothuajse çdo natë. Sa realisht dëmshme po sa e kanë efektin e tyne, sidomos kur vjen fjala edhe tek ruajtja e shëndetit në këtë rast. Përderisa ëmbëlsira përdoret tek ne si një ëmbëlsues i vogël, si me hekat dëshirën e të ëmblit, është në rregull.
përderisa zëvendësohet si shujt, këtë problemi i madh. Për shkak se si shujt nuk ka me mujtë me një ëmbëlsinë sasi të vogël, po si shujt ka më përdorur sasi më e madhe ëmbëlsirave, e cila si rezultat ka me pas pasoja negative të personit. Andaj përderisa në sasi shumë të vogël përdoret, nuk ka ndonjë problem. Mund më përdor alternativa më të shëndetshme të ëmbëlsirave, mirë po nëse sasinë të vogël jo, nëse tepërohet, zëvendësohet si shujt, këtu fillon problemi. Andaj nëse dikush ka çdo natë që shërbejnë, le të ketë kujdes, sasi sa më të vogël le të mirat. Po nuk ka çdo natë, nuk po konsumohet çdo natë, në këtë rast familja nuk po blihet ose nuk po marrohet çdo natë, ajo është hala më mirë. Se sasi sa më të vogël më mirë, se nuk janë nutrient i domosdoshëm ëmbëlsirat për organizmin tonë. Një njeri më gjithë jetën me çupa asnjë problem të mos ngar asnjë pikë ëmbëlsirë. Çka ndodh me metabolizmin tonë gjatë Ramazanit? Gjatë Ramazanit metabolizmi jonë ndryshon, rritet. Ka tendencë të rritet metabolizmit. Pse ndodh kjo? Ndodh sidomos nëse shoqërohet me aktivitete të lehta fizike, si për shembull ecje shpejta këto. Organizmi, siç e theka më herët, duke u zbrazë depo të glikozenit nga moçia edhe glukozën në gjak, do të filloj të merr substanca tjera organike për një lloj karburanti. Në këtë rast merr yndyrnat. Yndyrnat e deponuara organizmi i nxjerr dhe i përdor si energji. Kjo mund të shihet sepse shumë persona pas Ramazanit, nëse kanë pas kujdes, është se do psu. Për shkak se masa dhe amore që u përdor si energji, ka përdor organizmi edhe ka përdor si karburant për funksionin e organizmit. Andaj kjo është shumë e mirë për shkak se i ndihmon personat me hub pesh, ata personat që dëshirojnë me hub pesh. Na dimë se sot obeziteti është problemi një prej problemeve kryesore në botë. Ramazani, nëse dihet të përdoret si duhet, po koha e xherimit është koha perfekte për humbjen e masës dhe amore të deponuar në organizmin tonë. Për shkak se e rrit botë zgjerimin vetë gjakut, edhe e rrit metabolizmin. Edhe në gjendje të në gjendje pa bën ndoshta aktivitet fizik, personi do të shpenzojë më shumë kalori se kusht normale kur është jashtë kohës së xherimit. Po kthena pak te gatimet tona tradicionale. Flija, pitet, mantijat, që na i kemi në tradite dhe i konsumojmë në Ramazan, po cila është mënyra më e mirë që mi bu këto ushqime sa më të shëndetshme për trupin tonë? Po shiqo, për mos m'ia hub shijen, edhe shumica persona këtu ushqimi hajnë kryesisht për shije, për shkak se është vaks ushqimet me gjithë problemet e veta, shijen i kanë shumë të mirë. Andaj, unë mendoj që mënyra më e mirë është për limitimi i përdorimit të nëve. Nuk po tham mos i përdor fare, nuk po tham largoni gjithë nga tryeza, po vetëm me limitani. Nuk ka nevojë çdo ditë me pas fli, nuk ka nevojë çdo ditë me pas pite, nuk ka nevojë çdo ditë. Mirë, po nëse një herë dy herë në javë përdoret në sasi më të vogël, nuk ka asnjë problem. Kjo mund të bëhet por shija, nuk ka asnjë problem. Andaj mënyra më e mirë se ajo përgatitjen e ka për në shija mirë vjen për shkak të recetet saj, përgatitjes saj. Pa e modifikuar recetën e saj, mënyra më e mirë mundesh më ngron, vetëm limitoj sasinë e saj. Nuk ka nevojë çdo ditë, po nëse një herë dy herë në javë të ngradë në sasi pak më vogël, nuk ka më problem. Gjithmonë do përcjell me aktivitet fizik, edhe me pjesën tjetër që ka mbetur në pikos të iftarit në sufir, të ketë pak më shumë kujdes, çdo sa është rregull. Do dalemi më pas edhe tek aktiviteti fizik, po fillimisht kisha dashur me të pyet te personat që agjërojnë për herë të parë, sidomos prirën të jenë në numër më i madh adoleshentët. A duhet me pas kujdes më shumë këta persona ose a duhet me konsumu diçka ekstra ose diçka shtesë këta persona gjatë këtij muaji? A duhet të konsumohet ajo varet e personit. Duhet të varet bazë analizë a ka mungesa personi. Një adoleshent mund të jetë shumë i shëndetshëm, edhe në kohën e Ramazanit, kohës së iftarit në sipër, ai konsumon ato që ka hëngur edhe jashtë Ramazanit. Edhe do të jetë çdo në rregull. Nëse një adoleshent tjetër ka mungesë ndonjë minerale apo ndonjë vitamine, bazë analizës që mbo, kuptohet se ai sasinë e konsumimit të vitamina minerale pe kohës së iftarit do të më rrit më shumë. Do të më rrit në shumë të kohës së virë të morë që me normalizua ato. Andaj dallon shumë. Adoleshentët, nëse marrin një adoleshent moshës 6-17 vjeçare, ai është i rritur. Edhe ky adoleshent ka një organizëm të fortë që në kusht normale nuk kanë pas asnjë problem. Por nëse është faktori fëmia ose moshat pak më të reja, atëherë këtu duhet të kenë parasysh disa faktorë. Duhet të shihet ka shumë fëmijë që agjerojnë. Personalisht në shumë fëmijë që agjerojnë në kohë verës, sot është në kohë dimrit që kena malet. Në kohë verës agjerojnë nuk kanë asnjë të lash. Po nuk janë gjithë fëmijë njësoj. Si të rritur qysh që thamë që nuk janë njësoj, fëmijë nuk janë njësoj. Duhet të shihet fëmia si po përballon.
faktorët më të mirë shikoj vetë si përballon. Nëse ka simptoma, ka probleme, e shet se po ka vështirësi, e shet se po ka marramendje, e shet se po ka vjellje, po ka rrëmje ekstreme të energjisë, le ta ndërpret. Ma mirë le ta xheron 4-5 orë, e shet se po ka problem, le ta ndërpret edhe në rregull është. A duhet të ketë dallim në ushqyeshmëri mes vajzave dhe djemve, ose femrave dhe meshkujve në përgjithësi? Po, ka dallim, po shkak se meshkujt e femrat për fizionomisë aty në natyrale që ka vëllë Zoti dallojnë. Meshkujt karakterizohen për lartësi më të madhe, për masë muskulare më të madhe, edhe si rezultat nevojat për kalori kanë më të mëdha se femrat. Nevojat për proteina kanë më të mëdha se femrat. Andaj nuk ka nevojë femrat me ngrënë sa hani mashkull, edhe nëse të moshës njëjtë. Përveç nëse femra është e gjatë, sa një mashkull, po prap mashkullin, kush normale, ka masë muskulare më shumë se femra. Edhe si rezultat për shkak i masës muskulare, nevojat për proteina ka më të mëdha se femra. Nevojat për lanxhi ka më të mëdha se femra. Kurse ka dallime. Nuk janë dallime shumë të mëdha. Në general nuk janë dallime shumë të mëdha nëse morën, po ka dallime. Meshkulli i nevojat kalorike për moshën janë më të mëdha se për femrat. Po personat me diabet, cilët kanë dëshirë të madhe për me agjëru, çka duhet me pas kujdes? Çka preferoni për këta persona më shumë? Para se gjithë personat me diabet që kanë dëshirë me agjëru, duhet të konsultohen me mjekun e tyre përkatës. Mjeku i tyre përkatës është faktori më i mirë që tregon aty në, a do të me agjëru ajo. Personat me diabet dallojnë. Ka dikush që ka në diabet më pak teksum, ka dikush që ka diabet më shumë teksum. Personat që kanë probleme me hipoglicemi, rrëmja e nivelit të sheqerit në gjak duhet të kenë një kujdes pak më të madh. Edhe gjithmonë duhet të konsultohen me mjekun e tyre përkatës, ai t'i tregoj a mundet a s'mundet. Mirë po një person i cili kush normale ka në diabet pak teksum, vetë fakti që agjërimi ndikon pozitivisht në sekretimin e insulinës, kjo gjithsesi që duhet të ndikoj pozitivisht ataj, por s'mund të them që për të gjithë është njëjtë. Andaj më thonë me këtë komplet fjalën se dallon personi për personit. Në kushte normale, ai s'duhet me bëu mirë, po a dallon raste për rastet, po, edhe kjo dallon. Andaj duhet të mirën, duhet të bën analizat, të konsultohet me mjekun, edhe prej rekomandimit mjekut me ai person me pa a mundet me agjëru ajo, a ka dëm ajo. Po personat me tension të ulët ose tension të lartë, çka preferoni më shumë e konsumu këta persona? Për persona me tension të lartë në këtë rast, kuptohet se siç e theka më herët, agjërimi ndikon në nxjerrimin e endëve të gjakut, që do të thotë që atë ndikon në uljet e tensionit. Pra, logjikisht do të ndikon të mirë ata. Te personat me ndikim me agjërim me tension të ulët, duhet ta shohin vetë. Duhet ta shohin si po ndikon. Le të fillojnë. Le të bëjnë analizat edhe të rasti këtu në vetë, kjo të kërryen njësë me diabet, le të konsultojnë mjekun përkatës. Në personat që kanë probleme, duhet të ketë parasysh diçka. Se cili person duhet të konsultohet me mjekun përkatës kur ka probleme. Në kusht normal një person komplet i shnosht nuk ka nevojë me konsultim me kërkon. Personat që kanë probleme, në këtë rast me tension të lartë, me tension të ulët, me diabet, të konsultohen së pari me mjekun tyre përkatës që i bëjnë kontrollat, edhe t'ju tregon mjeku. Mandej, nëse ai vren se ka simptoma, ai nuk ka nevojë të konsultojë me mjekun, do të më ndërprejmë në se simptomat çka përkëtsojnë, po para se gjithashtu konsultimi me mjek është esencial për të. Po për ushqimet, çka preferohet? Po supozojmë që e ka një tension që e moderojnë mirë, nuk kanë probleme, nuk kanë kriza hipertensive ose diçka të tillë, po megjithatë kujdesi për ushqim duhet jetë, sidomos duhet jetë i shtuar në këtë periudhë. Çka preferoni ju? Po, përsa i përket punës tensionit, ushqimet e kryposura dihet që ndikojnë rritje të tensionit. Andaj personat që kanë probleme me tension të lartë, ata duhet të kenë parasysh që ushqimet e kryposura, po jo vetëm ata, po të gjithë njerëz duhet i shmangin sa më shumë, po ata në veçanti më shumë. Ushqimet e kryposura, sikur ushqimet mishët e përpunum, picat që kanë shumë kryp, po çdo ushqim që përmbon kryp të mëdha, ai ndikon rritje të tensionit, edhe si rezultat edhe në kohën e iftarit e andej, ka më ndikuar negativisht ata. Andaj duhet të ketë shumë parasysh në këto ushqime të shmangen sa më shumë, të pijet ujë sa më shumë, aktiviteti fizik le të jetë në nivel edhe në kohë Ramazanit kuptohet me intensitet më të ulët, po mos ndërprehet komplet, edhe konsultimi në mjek, edhe në rregull të jetë gjithmonë çdo sa. E tash po kthehemi te aktiviteti fizik, se ju vetë e përmendët. Pyetje thjesht, a duhet të ushtrojmë në Ramazan? Po gjithsesi. Aktiviteti fizik nuk ndërprehet kur, nuk ndërprehet. Aktiviteti fizik është esencial. Aktiviteti fizik ndihmon shumë në atë sa ka më herët zbërthimin e yndyrnave, atë sa ka më herët përdorimin e yndyrnave të organizmit. Nëse shtohet aktiviteti fizik, do ta përshpejtoj procesin e shkrirjes së yndyrave.
në 60 deri në 80% VO2 maksimumit të aktivitetit fizik, është koha kur shkrihet më shumë të ndyrnat. Andaj aktiviteti fizik duhet të bëhet gjithçysh. Mirë po, të ullet intensiteti. Nëse ke ecë më shumë ose ke bu fitness më shumë, ndërpreje pak. Zvogloje pak, po mos ndërpreje asnjëherë. Për shkak se ka rol shumë pozitiv. Të sportistët, futbollistët, ata duhet trajnerët tyre përkatës të ketë parasysh për ata që zgjerojnë, të kuptoj, domethënë për shkak se edhe pse në basudime që janë busi, domos te kategoria elite sportista, nuk ka pas rënje signifikante. Po prapë ka një rënje shumë të vogël. Andaj trajnerët janë pak më të kuptueshëm edhe kur janë se është një muaj, nuk është një vit, po është një muaj, të janë më të kuptueshëm edhe ta ulin në intensitetin. Kohën ta shmangin para ditën mes ditën, ushtrimet më të lehta ti bëjnë gjatë një orë para iftarit, ndërsa kur është nevojë për ushtrime më intensive pas kohës së iftarit, 2-3 orë pas kohës së iftarit është më ideale. A duhet të ushqejmë personat që ushtrojnë më ndryshe? Do me thonë, nëse ata po shkojnë fitness edhe harxojnë kalori më të mëdha në fitness se sa një person që nuk ushtrojnë, a duhet të ushqehen më ndryshe? A duhet kemë parasysh çka me konsumu, çka jo? Gjithsesi një person që ushtron, edhe një person që nuk ushtron, personi që ushtron nevojët për kalori ka një pas më të mëdha. Ka një pas nevojë për proteina më të mëdha se një person që nuk ushtron. Për shkak se muskujt që janë stërvit ka nevojë për proteinat për rikuperim edhe ndërtim. Domethënë pavarësisht për aktivitetit, një person që ushtron një herë në javë, një person që ushtron 3 edhe dikush që ushtron 5, nevoja për proteina ka më rrit. Rezultat nevoja për kalori ka më rrit. Nevoja për karbohidrate ka më rrit, edhe për yndyrra të shëndetshme. Gjitha këto makronutrientë ndikojnë pozitivisht në stërvitje. Mandeje të sekëm e më herët, personat që djersiten shumë, sidomos para kohës iftarit kur i kanë, ata kanë nevojë edhe laxhe me pi më shumë. Sidomos laxhet e pemëve që kanë ndihmu në kthimin e humbjes të elektrolitëve që kanë bëu më herët me dirs, kanë ndihmu në kthimin ato elektrolitëve të shëndetshëm për organizmin e tyre. Laxhet duhet të pihen më shumë. 30 ml nëse është 10% ose më shumë varësisht për aktivitetin fizik që bën. Sa e ka intensiv, rriten edhe nevoja për pirjen e laxheve. Po suplemente shtesa rekomandohet me marrë? Suplementet shtesë rekomandohen në momente kur, personalisht na i rekomandojnë vetëm momente kur ka mangësi të mëdha. Personi kur ka mangësi të mëdha, atë duhet të merr, për shkak se suplementet ndihmojnë në rikthim të minerale, vitamina, çka të ka nevojë me suplemente, ndihmon në rikthim më të shpejtë. Përndryshe në kusht normal nëse një person, po them në general është i shëndetshëm, atëherë me një dietë shëndetshme nuk ka nevojë për suplemente fare. A ka ndonjë mënyrë se si me menaxhu lodhjen gjatë Ramazanit? Po mënyra më e mirë për menaxhimin e lodhjes janë shumë faktorët e lodhja. Nëse nuk e ke pas dietën e mirë, pe kohës së iftarit në kohën e fyrit, kemë pendi lodhje shumë më shumë. Nuk i ke marrë makronutrientet të nevojshëm, nuk i ke marrë ushqimet me karbohidrate, fibra sa duhet, kemë ndi lodhje. Mandej na po flasim për punë të ushqimit, po harrojmë një faktor tjetër, xhumin. Sa persona i kushtojnë rëndësi kohës xhumit në iftar, në Ramazan. Shumë pak ndoshta. Dëshirojmë në denku në syfër, për shkak se nuk dojnë ashta mos çu përzdësh, mandej ndoshta do të mos në ora 6 të shkon punë. Por xhumi do t'i kushtojë rëndësi shumë. Aktivitetit fizik do t'i kushtojë rëndësi shumë. Sadopak. Nëse nuk kena kohë për fitness me shku me ushtruese, sadopak. Ecë pak më të shpejta. Këto kanë ndikuar në energji ditore. Kombinimi i ushqimeve të mirë, kombinimi i xhumit të mirë, hidratimi si duhet, aktiviteti fizik i moderuar në nivel gjithashtu do të jetë rregull. Edhe menaxhimi i energjisë, kjo është një mënyrë më të mira për menaxhim të energjisë. Jo, ma herët që Ramazani është një mundësi e mirë për me humbë peshë. A ka ndonjë formulë që duhet ta ndjekim për ata që përveç agjërimit dëshirojnë edhe të humbasin peshën këtë muaj? Po, është një formulë edhe shumë e thjeshtë për ata persona që dëshirojnë. Formula shumë e thjeshtë është që mos teprohet në ushqim, aktiviteti fizik i moderuar, sidomos në kohën aktiviteti fizik, sidomos në periudhën kur i agjerueshëm, para kohës së iftarit, e ndihmon zbërthimin e yndyrnave. Edhe në këtë mënyrë, nëse nuk teprohet, bëhet aktiviteti fizik në kohën e agjerimit, ajo ka më ndikuar shumë pozitivisht. Është shumë e thjeshtë sa që mendojnë njerëz. Shumë e thjeshtë. Domethënë, mos të tepro, rrit pak aktivitetin fizik, kemi vërejt vetë ndryshimet. Por nëse tepron, edhe nuk bën aktivitet fizik, po kënej, po konsumë u pish jo. Mandej ne po duam të cek edhe këtu më lidh që kesh kuptim se kanë shumica njerëzve. Thoj nuk po ha shumë. Po nuk është vetëm punë sasia, por punë kualiteti. Çka po han? Ti ndoshta po mendon se nuk po han shumë, por realisht me këshirë je ka han shumë. Domethënë këto do t'i kushtojnë rëndësi çka po hat. Jo vetëm sa po hat, po çka po hat.
Çka po hahet, çka mundet me qenë gabim që kjo sasi që po është e vogël, po që realisht po shkakton shtim pesha? Po dikush nëse janë dy hamburgera ata s'po ha shumë. Dy hamburgera të vogël po ata nuk po shumë. Ata këtë e mora shembull. Ata nuk e kanë ashta parasysh se sa i ndyrë ka një hamburger. Sa shka shumë i ndyrë, ka shumë kalori. Nëse dikush thot po hap shumë 2 grushta badema, po nuk janë shumë, se nuk e di edhe realisht se nuk e nin, po kanë kalori shumë. 100 gram badema i ka 600 dikon 600 kalori, ose 100 gram fare i ka 500 kalori dikon parapërsisht. Ka kalori shumë. Ka ushqime që nuk mendon se ka kalori shumë, po kanë kalori shumë. Nëse nuk ka shkuar tash te shalciret, po verës besojmë nëse merr një pjatë edhe han shalcit ta mërmendë se kanë shumë, po kanë shumë pak. Se shalcini si frut shumë pak kalorik. Domethënë këtu është problemi. Ka ushqime të cilat nuk të ngopin fare, ashtu që nuk e ke vrejt fare hiç, po realisht ke marrë shumë proteina. Si edhe kundërta, ka ushqime që me shumë pak han edhe vren që jengi pse ke marrë shumë kalori pak. Andaj këtu duhet të bëhet diferencimi i madh me qëllim që të mendimin mashtrues me largu. Pasi që jemi te humbja e peshës, përdorimi i çajnave son ndikon, domethënë përveç tyne çajnave që na i shohim treg që rekomandohen që të largohet pesha prej tyne, a ka edhe ndonjë lloj çaji që mund të më qenë natyral ose bimor, po që rekomandohet për humbje peshe, çaj i gjelbërt ndoshta ose diçka e tillë. Çaji i gjelbërt mirë të sekë, çaji i gjelbërt është shumë i mirë, përveç që antioksidant ka të mira, çaji i gjelbërt ndikon rritje të metabolizmit, në shpejtim të metabolizmit, është shumë i mirë. Një problem tjetër të nëse kësha me të sekë është që qesin sheqer shumë. Shumë persona e shef që e mu shumë sheqer. Ta këto problemi. Dikush e pim pak, po dikush e mu shumë sheqer. Komplet sheqerit që e merr sheqeri i bordh nuk është sheqer i shëndetshëm, edhe e dyta veç kemi rrit kalorit. Andaj më gradualisht me largu sheqerin. Një prej hapa më të mirë që ki për me humb peshë, në përdorim të çajit, është mundo me largu sheqerin kadal. Mundo, jo për njerë, por kadal kjo ka më ndikuar shumë humbje të peshës. Se po merr kalorit se nuk pidim. Kjo e kisha lidhë me temën dhe më hershëm, që merr diçka që po mendon që nuk po shton shumë, po realisht po shton. Sa sheqeri konsumohet natyrisht që nuk e vrim fare, anknej po shton kalori. Çaji i gjelbërt është shumë i mirë. Edhe çaji i zi është i mirë. Në përgjithësi çajit janë të shëndetshëm. Në përgjithësi çka konsumojmë pe çajit janë të shëndetshëm, edhe nifën gjithë mirë. Po çaji i gjelbërt për këtë rast e rrit metabolizmin, po para peceke që konsumimin e sheqerit do të më zvogëlu. Do më thonë, e rekomandueshme është me u përdor pa sheqer fare. Po, kur të kapa ajo dëshira e nepsi për me marrë diçka ëmël, çka me marrë na pa i bot dëm shëndetit tonë? Ka alternativa. Për ëmël, nëse bëhen disa sallata të pembe, është shumë e mirë. Është janë shumë të mira, janë me hurën me pemë diçka, nëse nuk të prot prapë se ato kanë kalori, janë shumë të mira. E shunë ndjenjën e të ëmblit, njëtën kutu e shut ndjenjën e të ëmblit, merrteve të mira, merr vitamina minerale, shumë të shëndetshme, shumë të rëndësishme për organizmin tonë. Mirë po, dikush thot po jo, po kam se gjithçysh me marrë një çokoladë. Në rregull, merr një çokoladë, po në sasi të limitume. Në sasi të limitume. Merre edhe e largon ndjenjën e asaj. Po jo me tepru. Çka nuk bëhet shujt, si nuk bëhet shujt, në rregull është. Mirë të sasi shumë e vogël, sa me largu që ato, nuk ka ndonjë problem. Veç mos kthehet në shujt. E cili lloj çokoladës preferohet më shumë? Çokolada zezë është më e mira. Çokolada zezë është më e mira për shkak se ka antioksidant më shumë, është më e mirë, është pak më pak kalorike. E kuptohet se në shije nuk është e ëmbël çokolada e kaftën këtë rast çokolada e bardhë, po për shumë sene është e rekomandueshme. Shumë se ka kakao shumë, ka zink shumë, ka kalori më pak, ka antioksidant mirë, nëse mirët sasi, pra po thëmë nuk krahasohet me shijen e saj të kaftës, se kafta shumë e ëmbël është. Mirë po më e shëndetshme është kjo. A i duhet shumë ku organizmit me mësu me largu sheqerin? A është ma shumë mënyra psikologjike se si ne ja bëjmë vetës, a ka ndonjë periudhë kohore që pas kësaj periudhe kohore trupi mësohet? Këto periudhë ndoshta me një rast personal temë periudhë që më ka bind çert psikologjike komplet. Por derisa kam bën një sfidë vete që 2 javë ditë nuk kam konsumu sheqer. Kur gjë, zero sheqerin. Dita parë, dita dyr kanë qenë më të vështirat. Dita 3-4 kanë filluar me letu. Në fund të 2 javësh, kur kam konsumuar një çokoladë sa me prishat to, e kam kuptuar që nuk është se po më hat. Nuk është se po më hat. Veç pe marr sa me prishat par rutinën tëm. E kam kuptuar se psikologjike. Ti mendon se s'kemë mujt,
provaje. Ditën e parë, dyta ka më qenë gjithmonë të vështirat. Dita e tretë e katërt kemi kuptuar se nevojat e tuaja nuk është se çaq shumë po të hatë e amblit, ma shumë psikologjike që e mësu. E vërin që nuk është organizmi dedikun të marrë amëll shumë. Kjo është. Dhe më të në basë kësaj, përvojësem ku kuptu që ma shumë psikologjike. Derem, cila është këshilla juaj për gjithë ata që kanë filluar me agjëru këtë muaj të Ramazanit? Këshilla jam për gjithë ata që kanë filluar me agjëru këtë muaj të Ramazanit, pavarësisht le të marr parasysh këto që falem, është që mos bëni jetë robotike. Na i falem i diskutum shumë sene këto i diskutum, po mos bëni jetë robotike. Në asnjë mënyrë nuk e promovojnë jetën robotike. Çka është kjo jetë robotike? Çka po thon kjo jetë robotike është mi po me miligram me gram çka po ha, çka po pi. Jo, veç mos e tepro. Hani peni mos e teproni kena jetë kuranur që është shumë efektiv. Vis me marrë në këtë ajet dikush me këthim praktik, ka me pas një jetë shumë të shëndetshme. Gjithë çka të hapë, në sasi ma të vogël, në sasi të limitume, në pilangje hidratimit me kushtu rëndësi, edhe mos më stresu. Etë se pak ma shumë, mos më stresu. Jo jetë robotike, jetë normale, veç me kujdesit të shtu me të vogla pak. Derem, faleminderit shumë për gjitha informacionet dhe këshillat që na i dhurove sonte. Faleminderit shumë, shpresoj që jena mundu me jep sa më shumë informacion të bëj, shpresoj që kanë kuptuar diçka. Faleminderit. E dashur miq, ne po shpresojmë që kemi arrit me përçu mesazhet tek të gjithë ju se si të ushqehemi jo vetëm gjatë këtij muaji, por edhe në përgjithësi të jetës tonë. Trupi jonë është amanet, prandaj kujdesi ndaj tij është përgjegjësia jone. Faleminderit që qëndruat me ne deri javën e ardhshme. Mirupafshim.